thot shpella zeza, nuk supozohet jetë shpella pullumpas? Se është e zezë, është e errët nga brenda. Po, ndoshta është një shpellë e zezë me shumë pëllum. Çdo shpellë është e zezë. Po se nuk ka dritë fare dhe normalisht A po ja fshirë këtu puma? në këtë gujë tonën na kanë ardhur dhe personazhet që po na ndihmojnë për të ikur tek shpella e Unë nuk mendoj që ata po na ndihmojnë, ema thjesht atyre duken humbur pllumat për vete. Ky është më i madh dhe po na adreson në fakt për na çuar dhe rrugën po na e bën më të qartë. Mos mësoj që do futemi këtu, se ky sa këtu. Shikoni si po ka filluar në art. Sa bukur, ça gjelbrimi moj. Ku jemi? Tek shpella e Pëllumbas. Kemi ardhur akoma. Zemrat e shpella e zezë me pëllumba dhe lakuri. Ne sot donim t'ju merrni me vete në një tjetër sport ekstrem, gati për të vdekur. Jo, mos e thënë zoti. Do bëjmë hiking. Kemi ardhur sa orë larg ishte, 1 orë afërsisht, pak a shumë, 1 orë larg Tiranës. Kemi për të bërë 45 minuta ecje. Mua më pëlqen shumë natyra në fakt, sepse rikonektohem me qenjen time shpirtërore, me energjinë time brendshme, kështu që më pëlqen shumë natyra, hiking, so do ta shijoj shumë. Mbarove misionin tënd. Nisemi, hajde. Ikem, hajde. Shpresoj mos syej më qafën. Është hera fundit. Kujdes nga unë. O, zot, se më linin këtu do rria në fakt. Maksimumi 2 ditë, se s'do shtyja më shumë. Erdhi grupi! Goci is here! Tu merr shpreja vlerë që themi. Shpreja vlerë? Tu merr vlerë shpreja? Sa e dun terrenin, po terreni është i frikshëm. Është këngë kjo, ema nuk është prej, por okej. Është bërë gjysore që ne po hecim dhe shikojeni pak se kë kam nga mbrapa që më ndjek kaq besnik. O puqi! Se si janë meshkuj si qenë, që janë kaq suportive. Sepse janë si dera, da. Përveç se duhet ngjisim malin, duhet bëjmë dhe vlogatore. Hajde Kle, hajde. Hec para. Ua. Unë kam një mision sekret. E, nuk është aq e vështirë sa mendova se do ishte. Edhe unë mendova Do bind Klea vështirë në fakt. që të Por ngjitet që me jemi mësu besoj tani Klea me Ja, da. këto. O, zemra kërpudhësh ajo? Ua, një kërpudhë! Ku e ke? Shime sa e bukur! Jo se mund t'jetë helmuse, Klea. O, zemra mund t'ketë smërsa brenda. Qash? Shime sa e bukur. Fal këto kërpudha hamni? Ua, shi sa e bukur, pse të marrim ta majmë kujtim? Iko zemër, mos na fut në këto bela. Zemra. Medalja e kërpudha ishte shumë e bukur si smërfsat. Po. Ti e bërë? Ishte thjesht O, gjë. zemra, ore ti. Se thashëm hyrë ndaj gjarpër vesh. Që kur hyn gjarpërin në vesh. Po ti gjën nga futet gjarpëri? Tani. Kujdes, çfarë? Këtu do bëjmë sfidën e parë. Që nga regjia neve do na vijë pyetje trivia quiz. Dhe kush e di më mirë përgjigjet e pyetjeve për shpellën e Pëllumbasve fiton, edhe ai që humb ka një dënim. Unë nuk kam shumë informacion për shpellat, po do përpiqem shumë me mishë me shpirt ta fitoj të sfidë, si një luftëtare që jam. Sa metra mbi nivelin e detit ndodhet shpella e Pëllumbas? 500.000. 200. Fal, 500, se thash 500.000. 800. 500. 1500, 2000 maksimumi. 500. E vdekur. 800. 800. Përgjigja e saktë, 350 metra. Kush është më afër, regjia? Më afër ishte Kristëlli me 500. Ua, të kisha mbajt 200-ën. Fitova. Po pse më kaq poshtë jemi ne? Po pra dukemi shumë lart. Unë do thoya 5.000 njerë, po shqyr sa tash do leja nam. Sa metra i gjatë është tuneli që përmohet te shpella e Pëllumbasve? 4. 500. Jo. Mund t'jetë një diku 8 ose 5 metra i gjatë. Fal, thash 500 metra? Po, 500 metra i thon. A mund ta ndroj? Regjia Jo, mund ta ndroj? shi. Po nuk e thash përfundimtare, nuk e thash përfundimtare. 10. Unë mendoj ose 10. 5 ose 8. Po do t'jap një përgjigje 5 ose 8. 10. Përgjigja e saktë 70 deri në 80 metra. Isha më afër!
Kush e fiton? Se mos zemra sa i gjatë çika tuneli. O zemra, si mund të thuash ti tuneli 8 metra? Tunel 4 metra. Tunel 4 metra. Fituesja është Kriste. O Krista shtyu pak. Next. Tani, kemi pyetjen e radhës. O zemra, më shumë si të humbas unë. Si? Se jam Bjonde. Je bjonde. Je bjonde. I gotta live up to my Bjonde. Në cilin vit është vizituar për herë të parë shpella e Pëllumbasit? name. 2004. Unë mendoj se shumë para 2000-shit, do me thënë nga 98-a, 99-a varet. 2004. Ose në 2000-shin, po jap 2000 më mirë. 97-ën, se ka qenë kohë trazirash edhe bënin punkte aty. Po dhe vinin Në shpella. 2004. Përgjigja saktë 1995. Fitove ti? Fitove ti. Tani fitoj unë se bëra 2 përgjigjet e sakta, humb Klea se bëri 2 përgjigje të gabuara. Dhe si ishte rregulli që kush fiton? Kush humb? Do mbarë një Unë do vend. bëj Logjikisht do jap unë donimin se unë fitova. Unë do la vend dytë, kështu Okej, Ema. Ha, Me që u lodhëm, a japim gjithë çantat Kleas ti mbaj. o zemra. Hajde! Jam 5 kg ro. Po nuk ja u ktheva, të betohem! O zemra, këtu ka shumë shkure! Ja dalë! Jo, nuk mund t'ja dalë! Atëherë, Klea mund bëjmë një deal. Ja. Po. Do t'i mbaj unë çantat me një kusht. Ti t'hiposh në pemë. Opa. Në qa peme do me ty. Kjo është një pemë! Edhe të futem aty unë shkure. A do të mbash çantat? I would rather... Vazhdo mbaj. Çantat. Ke pemë të tjera rrugës, mund të ndrosh mendje. Nuk du me he pemë. Ema, Delia që shkëputet nga kopeja e ha ujku. Unë jam ujk vet, unë ha, nuk më han. Atëherë me që gocat i kanë para, misioni im sekret është që t'i bin gocat që të më thonë të dua. O Ema! Ha, moj! Arrin të shpella. Ku është? Kjo është shpella që talleni ju me ne? Dilni pluma, Tu si nxej gjithë plumave mi. Ha, smit. O, goca, atë ditë që desh vdisha unë që rash rrëzova, do ju kisha munguar në qofë se unë do ikja? Ku do ikje me? Qofë se do kisha ikur, s'do isha më me ju. Nuk vdes njëri se bie nga karroca. Nuk kisha thyrë. Do më kishit Po, do kisha thyer hundët. Ti mendoj që mund gjejmë një llogaç tjetër kaq të mirë sa ti. Madje aty te studia do merrnim një foto tënde, do ta lindnim aty te studia, do të pyesnim për mendime që na thotë do kishe content në Po, televizion. do kishe edhe shprehjet e tua aty te mori. Po, a më doni apo ja? Se mirë dhe mizat e versi. Unë nuk e du fare. Nuk më do? Unë të dua. Varet Hadita. Më do. Sa e sigur ti e për këtë që the? Se çuditshme. Po të pyes, a më do? Të dua me. Ja, nuk më the. Më do apo s'më do? Varet nga dita. Po thuaja pra, më do s'më do. Të dua Jo, s'të nuk dua? dua. Nuk më do. Ja. Okej. S'du me du, nuk du me du, nuk du me dash. Nuk du me dash. Po mirë moj Klea, po të kishe ngel vetëm unë dhe ti në këtë botë, nuk do më doje ti mua? Vetëm mund e time? Po, Jo. s'do kisha opcion tjetër me këtë rrije. Me këtë rria. Vetëmi. Po Klea, po sa kokëfor që je o gos, po thuaj që të dua. Po nuk të duami. Po thuaje. Po nuk të dua, moj. Unë po them thjesht thuaje, nuk ka që mos e ndjej, nuk prish punë ndjesia. Po si mi, unë nuk them të dua nëse nuk e ndjej. Kujdesi se ka, Të paktën do e dimni se ku të gjeni eshtrat tona. do hini të nësili lule. Jo, nuk lodhët një marrë me nësi lule këtu për zotin. Tani është radha e misionit tim sekret. Unë duhet të ndërroj diçka me Kristallin, një veshje. Dhe regjia më komunikoi si avantazh nëse mund ta bëj për 5 minuta, unë nuk do kem çantat në kurriz. O zemra, unë u lodha shumë këto atletet, po më vrasin super shumë. Ato, çfarë numri ke këmbën? Po Klea mund të kishe hipur thjesht në një pemë. 37. Edhe unë 37, 34.
A do ndrojmë bashkë? Nuk është shumë të rehatshme. Po Klea mos e fut kot edhe pak rrugë kemi. Të maj edhe çantat maj, unë gjithë rrugën, pak të vjet atlete. Sa të kanë atletët, janë prish? Janë shumë të ulta, shive si janë, u lodha. A ke i farë mëshire për në shpirtit të? Ti nuk e the të dua asaj. Po se ajo më dha me obligim. Ti thua të dua, unë t'jap atletet. Deal. Deal, të dua. Thank you. Ja, mendova se nuk do ja thoje. Bleve. Po të shumë të sheshta. Po, se dhe pak rrugë kemi. Po humbat e mi, kudo ku jeni në botë. Po, u kam edhe një kështu tjetër. Që unë nuk po t'im vaj më çantat. Pse? Se kisha mision që ne të ndronim diçka bashkë me njëra tjetrën dhe nëse bëja për 5 minuta, unë do maja më çantë. Jo! Sa minuta, mos e bën për më shumë se 5 minuta. Jo, për 5 minuta kemi bë më pak. Ti direkt sa robi mirë je kur do. Jo! Që donim ta linim gjys. Agjendët tanë, qenushat tanë sapo na lajmërojnë për gujdën e tyre që kemi arritur. Bravo! Bravo, ti ishe një zotri vërtet. Informacion shumë i rëndësishëm. Në këtë shpellë jetojnë lakurishët e natës. Bici lakuriqi natës. Tani mund të na thoni të gjithë që jemi shpellare, sepse erdhëm në shpellë aty ku na takon. Ndrojmë atletet? Po, t'ulem pak. Yes, please. Ore, tani që mendoj, ti e the misionin tënd. Unë? Po kur fitova pa. Pse po ju thoja me ngulëm unë më thoni të dua? Pse po të ngulmoja që mos të ta thoja të dua? Ua! Pasaj trash. Ti për vërtet më do? Po e kisha menduar që kisha. Po. Ua! Unë e thash për zotin se shiko doja të ingranoja pak. Kurse imi ishte që të bindja Klean të jipte në pemë. Edhe thash qau çu pesh kjo me hip pemë Klean. Unë mendova se u lodh, thash okej, se Klea më gjithmonë që është pak kështu dhe thash okej. Është pak kështu. Tani dua t'ju them që të gjejmë 3 sende, secila nga 1 send, dhe pastaj të votojmë se cili është sendi më i bukur që i përket. Ti gjejmë këtu? Po, këtu, 3 sende, domethënë, njëra mund të gjej një gur, tjetra mund gjej, domethënë, koka. Duhet jemi kreative, nga asgjë të gjejmë gjithçka, kështu që sa bukur? Unë dua të marrë këtë gjën sepse simbolizon forcë dhe me vënë atje për shembull si trunk. Ja. Unë që da këto që ngjajnë si zbukurime të për zotin, ve pa këtu, ve të gaime. Shi sa bukur ngjan. Po t'ja vesh kësaj këtu. Veja dhe atë. A u mundua shumë Klea për ta gjetur Zero, këtë? mundova shumë si ka brenda dhe shpella dhe është me kuptim. Ndërsa kjo ima jetë në fund në errësirë. Ka jetë në errësirë. Që jeta e gjen një mënyrë. Fakt jeta lidh në errësirë. Ndërsa imja ishte sa del nga shpella, sepse kjo trung do të thotë që dikush e ka shemb nga shpella dhe shumë poetike. Shumë domethënie. A mund të votojmë cila është më shumtuara? E imja ka kuptim e Klea, se me të thënë drejtën. Okej. Filozofike. Më e keq që nga këto të dyja? Kjo është e bukur, realisht mendoj që Shiko, për këto për ndaj art kontemporan duke shumë bukur. Janë të dyja shumë, përputhen, domethënë kombinojnë njëra tjetrën. Jo, nuk kombinojnë, ti humbe. Dënimi, regjia më thotë që kemi një dënim. Ha, çfarë dënimi është? E qartë, dënimi është të mbash çanta. Zemra. Ema! Mere. Si? Do t'i mbaj? Po. Ajde më atë për bëja shaka. Do t'i mbaj me vërtetë? Ja. Po tallesh. Po tallën, po hajde. Këto? Okej, unë do e marr këtë si shkop për të ecur. Faleminderit kush kujtohet, se ju s'kujtoheni. Bëvra, shpellarja, guga. Guga. Sepse jam shpellare, kam